Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka thirrur mbledhjen e tretë të grupit parlamentar demokrat në 6 muajt e fundit. Një mbledhje më e shkurtër e me më pak debate se mbledhjet që vendosën fillimin apo vazhdimin e bojkotit ndaj kuvendit. Gjatë këtij takimi me dyert të mbyllura, Basha u përball me pyetjet e deputetëve për fazën ku ndodhen negociatat apo për strategjinë e Partisë Demokratike, nëse marrëveshja nuk firmoset deri të mërkurën, kur është seanca e fundit plenare për këtë vit. Por Lulzim Basha ka bërë të qartë në mbledhjen e grupit apo edhe para medias se negociatat vazhdojnë dhe ende nuk ka vendim final për raportin e PD-s me parlamentin. Duke qenë në proces negociatash, nuk mund mbetet gjë tjetër veç të shpreh besimin se përpjekja e tyre, përpjekja europiane do të kurorëzohet me sukses dhe t'i bëjë thirrje mazhorancës të jetë pjesë konstruktive e përmbylljes me sukses të këtij procesi. Të njëjtin qëndrim në lidhje me kthimin ose jo të Partisë Demokratike në parlament ka mbajtur edhe ish-kryetari i PD-s Sali Berisha, i cili ka pranuar se palët janë afër arritjes së një marrëveshje. Çështjet janë të afruara shumë. A do të fus shqelmin siç e ka shpirtit? Atë unë them se po. Megjithatë të shohim. Ndërsa negociatat vazhdojnë, duke se aleatët janë të gatshëm të mbështesin kauzën e Partisë Demokratike. Diskutuam sot, u informuam dhe do të vazhdojmë, do të mbledhim edhe ditët vazhdim për të parë se ç'do të bëjmë. Të martën në varësi të negociatave me Partinë Socialiste pritet merret edhe vendimi i opozitës, nëse do të kthehet në 24 dhjetor në kuvend apo gjithçka do të shtyhet për të hënën e 3 të janarit kur nis sesioni i ri i parlamentit.